Kështu që na mbetet vetëm Kavaja. Kemi pasur çik probleme primare në Kavaj, por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë edhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë, patjetër problemi është që të fusim dhe Kavajën në këtë rrjedh dhe Fierin, sepse janë dy Kavaja dhe Fieri, po Fieri në krahas më shumë se Kavaja, sepse në Fier historikisht fierakët kanë bërë plazh atje, mirë po gjithmonë janë trajtuar si njerëz që jetojnë në kënet dhe që s'kan plazh, ose që jetojnë mes grurit dhe s'kan plazh. Ndërkohë që Fieri ka një plazh fantastik, edhe Kavaja ka goxha plazh, por gjithmonë quhet plazhi i Durrësit. Kështu që këto dy plazhe janë shumë shpejt në rrugën e futjes në funksion. Aty në plazhin e Kavajës ka disa investime shumë bukura, por nuk mungon lidhja që kryetari Bashkisë ka merak. Ndërkohë që në Fier kemi një projekt tjetër të jashtëzakonshëm që do ta besoj ta prezantojmë, projekt me kuptohet si përmarrjen private, por edhe me falë dhe shumë punëve që kemi bërë aty për ta pararendur duke ndërtuar infrastrukturën lidhse. Velipoja është në punë edhe në zhvillim. Kështu që për Sarandën nuk kemi çfarë themi, sepse Saranda duhet vetëm të përballojë impaktin, po bëjmë investime të rëndësishme me kryetarin e Bashkisë aty, edhe shëtitoria e re në Ksamil edhe një sër gjërash të tjera. Kështu që besoj që futjen në BE do ta kemi në momentin e duhur, dhe pastaj mbas futjes në BE, siç kanë treguar rastet e mëparshme të Kroacisë, Slovenisë, të vendeve të tjera, gjithçka dyfishohet. Domethënë vlera e të gjitha investimeve dyfishohet menjëherë. Vlera e pronave dyfishohet dhe fluksi i interesit për të ardhur, për të jetuar, për të punuar, për të përzier këtu me jetën tonë i europianëve rritet në mënyrë të ndjeshme. Kështu që këto ishin pak a shumë gjërat që do thosha unë nga ana ime, edhe ju falenderojmë shumë për praninë dhe falenderoj gjithë kryetarët e bashkive që kanë ardhur këtu për të ndarë me ne këtë moment për sezonin turistik, dhe i garantoj gjithë qytetarët që ky sezon, nga pamja e shqetësimit tyre të parë që kanë qenë çadrat dhe shezllonët, do të jetë komplet tjetër. Një nivel shfrytëzimi 65% në bazë të dhomave, dhe për atë nivel do të paguani detyrimin tek bashkia. 65%. Nuk e dim që niveli minimal i shfrytëzimit në periudhën 1 maj-3 shtator është më i lartë, e dim shumë mirë këtë, por duam ta nisim nga ky nivel, e kemi diskutuar edhe me konsulentët e huaj, sepse ajo që na intereson është formalizimi i sektorit. Dhe pastaj nga 1 tetor deri në 30 prill një nivel 20%. Këtu janë bërë gjitha projekcionet, ka një balans, prap ju do dilni me një fitim ekstra për te fitimit që ju takon, por kjo është një fazë. E dyta, përgatituni, sepse në 2026 nuk do keni nga të lëvizni më, sepse do fusim platformën digjitale i visitors, dhe aty pastaj bëhet e pamundur që të ketë shmangje për gjithë infrastrukturën hoteliere flas. Ana tjetër e medaljes, për cilën duhet bashkëpunojmë me shoqatat tuaja, por që i takon në afat mesëm, është të frenojmë informalitetin e madh me apartamentet me qira, me shtëpitë me qira. Nuk ka ardhur koha akoma që ata t'ju shqetësojnë
siç shqetësojnë gjithë sistemin e mikpritjes së hotelerisë në vendet e mëdha, sepse ju keni sot më shumë kërkesë se që keni mundësi, por hap pas hapi do të shikoni që do të duhet të krijohet kjo balancë dhe ata do të duhet të formalizohen. Pika tjetër për parkimet, unë e kam ndarë me disa kryetarë të bashkive, ne kemi një program të ri të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, po punojmë me Himarën, po punojmë me Vlorën, po punojmë për Lezhën, me Durrësin, duam të ndërtojmë një infrastrukturë ekstra të parkimeve. Një infrastrukturë ekstra e cila do në cilën kemi konceptuar edhe nga pikpamja arkitektonike që tjetë një infrastrukturë atraktive, do të përdorim arkitekt për këtë punë për të ndërtuar parkime nën dhe mbi toksore për gjatë gjithë vijës bregdetare, të cilat tjenë një infrastrukturë mbështetëse e gjithë turizmit dhe hotelerisë, sepse ne po bëjmë një transformim fal Vangelit në radhë parë që dua ta falenderoj edhe sa herë që shoh ç'a bëhet në Himarë, ndërmithem ku paska qenë ky njeri, që mund ta bëjmë, ne mund të përmirësojmë ndërmiun sa të duam, siç po e përmirësojmë, dhe kush do shkojë ndërmi këtë vit do shohë diçka krejt tjetër nga pikpamja e sistemimeve, e rregullimeve pasi. Por nëse nuk zgjidhim problemin e parkimeve, do ta kemi shumë të vështirë, sepse dyndja është shumë e madhe dhe jetë më e madhe. 12 milion arritëm vjet, ne mund të shkojmë 13.5-14 milion si vjet, është shumë për një vend me 2.4 milion rezident këtu. Por gjithsesi është pjesë e gjës, duhet ta përballojmë. Për sa i përket asaj që u tha për policinë, unë jam shumë dakord. Jam absolutisht dakord. Policia ka luajtur një rol fantastik në këtë punë, por tani ka ardhur koha që të minimizohet, por minimizimi nuk vjen duke i thënë ikni dhe vishuni civil, se me një pjesë të tyre dhe me uniformë dhe kemi i çik shqetësim për mënyrën se si sillen nga njëherë, jo më civil. Zgjidhja është projekti që fillon që kemi lidhur marrëveshjen, edhe financimi është bërë me Emiratet e Bashkuara për gjithë monitorimin me kamera inteligjente të gjithë qyteteve kryesore, do të fillojmë nga qendrat nga qendra qarqet dhe të gjithë rrugëve kombëtare, plus pastaj do fokusi do ta kemi tek zona turistike. Pra është një tjetër lojë, nuk ka nevojë më fare pastaj për policë, hiç fare. Sepse polici do jetë kudo, po do jetë digjital, një sy që do shohë çdo gjë në të gjithë territorin dhe që do të informojnë kohë reale policinë e shtetit dhe bashkitë përmes inteligjencës artificiale. Kështu që çdo lëvizje e tepërt, çdo edhe një hedhje e një kanoçe e bosh në tokë regjistrohet dhe nuk ka nevojë për të gjymuar nga mbrapa me inspektorë, me policë, lloj tipash që nuk e kanë problem fare të hedhin plerat për tokë dhe ndërkohë mbasi hedhin për tokë çka kanë në dorë, marrin telefonin edhe shajnë në Facebook që nuk ka pastërti. Këtë do ta zgjidhim me këtë sistem, edhe unë jam shumë i bindur që do jetë një spektakël i vërtet, sepse kemi parë si funksionon aty ku funksionon, përfshirë dhe shkollat që do futen në këtë sistem për të rritur sigurinë në shkollë.